sfidë tjetër çka ke? Domethënë a e ke copyrightin sfidë? Po, tek tash e kom fitu një gjykatë me një shtëpi botuese që kishte printu Libra? me një prej fotografive të mia, edhe sepse realisht unë nuk jam se i qes tarif apo çmim zotin na rujt Fotografive. po për da raste të caktuara, për shembull, nëse është fjala për shkollat me mësu diçka po vedredlo, me mësu shkolla diçka, apo kupton, me përfitu, kur njët s'kam kërku para për kësi raste, as që kam nërmen të armen kur, e kem dhuru fotografi, kur ka qenë aksione humanitare, gjithmonë kem shit fotografi, kem dhuru për një zonë të herën e fundit të smuar prej leukemis, që për fat keq nuk ja doli, por të më thonë, nuk hezitojmë kur një të kontribuojmë për të mirën e këtij veni me fotografi tona, me videot, kur është fjala që pala tjetër nuk përfiton, po kur përfiton, pala tjetër atëherë dohet me shkel të japën. Edhe po, me copyright ka shumë probleme, jo vetë shumë, po ka plot të tjerë, si artist të artit të fotografisë nga Maqedonia Veriut, nga Kosovë, nga Shqipëria, nga Mali, gjithandaj kemi këto probleme.